Sa fëmijë sipas shifrave zyrtare të humbur. Dihet diçka për vendodhjen e tyre? Ka ndonjë informacion më shumë? Problemi është një fenomen faktikisht që neve e trashëguam. Kur e trashëguam vitet e para të vendosjes së pluralizmit në vendin tonë, edhe të rënies së sistemit komunist, duke patur parasysh faktin që Shqipëria dhe shqiptarët atë kohë ishte varfër, një varfëri madje edhe ekstreme, njerëz të papërgjegjshëm, prindër të papërgjegjshëm, arritën deri aty sa fëmijët e tyre, edhe t'i shisnin. Dhe pati një vërsulje të këtyre qytetarëve të vendeve të ndryshme të Europës, posaçërisht Greqia, por edhe vende tjera, Italia, Belgjika e tjerë, dhe që vinin në Shqipëri thjesht edhe vetëm për të marrë fëmijë të tillë, për t'i adoptuar, kuptohet, edhe por në këtë kuadër u lëshua keq pastaj kjo punë, sa u arritë që kur e pan që ishte si biznes fitim prurës, shumë kriminal të vendit tonë, shqiptar, ata arritën pasaj dhe që t'i rëmbejnë fëmijët dhe t'i rëmbejnë dhe t'i shisnin, po t'i shisnin edhe për të marrë organet. Dhe ne kemi një numër të konsiderueshëm të atyre viteve, flas gjithmonë pas viteve në 91, fëmijësh në Greqi posaçërisht, që nuk dihet as nami, as nishani i tyre, nuk dihet ku janë e ku nuk janë, vetëm dihet që kanë dalë një numër i konsiderueshëm fëmijësh nga Shqipëria, dhe pjesa më e madhe e tyre ka përfunduar në marrjen e organeve të tyre. Kjo është një masakër e vërtet që është bërë me fëmijët shqiptarë. Dhe kjo është një plagë shumë e rëndë që ka lënë në ndikim në këtë vend. Dhe në këtë kuadër, ne, me sa duket organet tona, ligji zbatuese, nuk kanë qenë në lartësinë e duhur, sepse e krahasojnë gjithmonë veten me atë që ka qenë situatë skëterë, edhe tani numri është më i vogël. Edhe duke qenë numri më i vogël, atëherë justifikohen që nuk është një fenomen masiv. Mirë po, në fakt, sikur një fëmijë vetëm të rëmbehet, një vetëm të mos ja gjesh gjurmët ku janë e ku s'janë, si me shkillim janë marrë, cili ka qenë shkaku i vërtet i rëmbimit të tyre, ka qenë sepse dikush do të adoptojë dhe s'ka, nuk s'është në gjendje të bëj fëmijë dhe do të ketë një fëmijë, atëherë kjo përsëri e shkrim, por gjysma e keqes. Po problemi është që nuk e dim se për çfarë i marrin, për çfarë qëllime i marrin, dhe shumica i marrin për to qëllime që tashu të trafikimi qenieve njerëzore, domethënë trafikim edhe të organeve të tyre, duke u dhënë zemrën dikujt tjetër. Ishte një krim makabër këtu ajo që për madhor, domethënë këtu në Shqipëri, por një person vajti që të operohesh që hiqte dhjamët në një spital këtu privat të Shqipërisë, dhe ata që operuan ishin mjek grek dhe u ngelin në dorë i vdekur, dhe ata e morën të vdekur, e çuan në Greqi, dhe në Greqi i morën të gjitha organet, i morën zemrën, i morën komplet dhe e prunë në Shqipëri për ta varrosur pa asnjë organ në trupin e tyre, e tij. Kështu që në këtë aspekt, domethënë, merren edhe për qëllime të tilla. Por në fakt, policia e shtetit, jo vetëm ato ditë e para kur ndodh një humbje e një fëmije, një zhdukje e tij, dhe atëherë është kulmi i punës që duhet bërë, i intensifikimi jashtëzakonshëm i hetimit të çështjes për të mbyllur të gjitha portat nga mund të kalojnë fëmijën e të tjerë. Këto veprimet e para nuk bëhen me një urgjencë siç është dhe me mjete speciale hetimi, gjurmimi edhe bllokimi të gjitha portave dalëse të Shqipërisë, dhe pastaj i lënë mbasdore edhe i lënë harres zvarritën hetimet, sikurse është rasti
i Bleona Matës, që është rasti më signifikativ, negativ për Shqipërinë edhe për shqiptarët, për shtetin shqiptar, sidomos në çfarë aspekt? Në aspektin që rëmbehet në sytë e një numri të konsiderueshëm njerëzish, rëmbehet në sytë e njerëzve të afërt familjes vet. Domethënë, e nxjerr në shtëpia halla e vet, e mbajnë një numër vajzash të tjera që janë të lidhura me familjen e vet dhe pastaja si papritur e pakujtuar ky fëmijë në mes të këtyre 5-6 personave kaloi 16 vjet dhe nuk e dim ku është. Për çfarë u rrëmbye? Cili është motivi i rrëmbimit e tjera? Dhe se cili është motivi i rrëmbimit, ajo ka rëndësi më të madhe në momentin kur ndodh një krim i tillë. Dhe nëse bie fjala policia e shtetit në atë kohë, oficerët e policisë, por dhe prokuroria kur mori në dorë çështjen me akuzën e rëndë, domethënë si vepër penale të rrëmbimit të një fëmije 5-6 vjeç, ajo duhet të bënte një hetim të tillë që duhesh tundur i gjithë kuksi, jo me fshati Zapok ku ndodhi kjo vepër penale, edhe ku duhesh që ato vajza edhe personat që të bashkëpunuar me të dhe ishin bashkë me të, ato duhet të dilte ujë i zi derisa të gjendesh fëmija dhe maksimumi për një javë, fëmija duhet të rikthehesh prapë tek nëna e vet. Nuk ndodhi një gjë të tillë. Pse? Sepse nuk u bë një hetim i tillë. Sepse u rapre e shtifjeve, e tashetemeve, u rapre e një morali në thojza që gjoja e ka apo se ka me baban e vetë të fëmijë, edhe për hir të kësaj lere në shti, edhe se e di baba i vetë dhe ku e ka qëruar, ku e ka bërë, e tjera me radhë, dhe policia do dhe ndje pre e një psikologjie shtifse edhe konservatore të tillë, dhe pastaja arrin që justifikon krimin. Krimi është krim, si do që tjeta i fëmijë, ku i do tjeta i fëmijë, ku shdo që ta këtë konceptuar atë fëmijë, a i është fëmijë edhe duhet ruajtur jetën e tij se është e shenjtë, është jeta e shenjtë edhe atyre njerëzve që kanë lidhje gjakun me të, qoftë nëna sidomos shpirtërisht, por ajo ka edhe dajo, ka edhe gjyshe, ka kushërinje tjera, tërë kanë dhimbje shpirtërore për te që ka 15-16 vjet që nuk gjende. Dhe në këtë aspekt, ne nuk i kemi mbyllur portat e këtij krimi, ne gjithmonë kemi rrjedhje dhe i kemi thojse të hapura kufijt e Shqipërisë, kemi lënë shumë shtigje nga mundet të kalojnë rrëmbyesit, dhe kur them shumë shtigje, e kam fjalën gjithmonë në aspektin e veprimeve policore, kriminale, zbuluese, investiguse, hetuse edhe ndëshkuese kur vjen çështja. Avokat, por përsa i përket rastit të Bleona Matës që ju e përmendët, ju jeni njohës i miri të çështjes. Mendoni se, domethënë nga hetimet ka dalë diçka që babai i saj mund të ketë gisht në këtë ngjarje? Përsa i përket rastit të Bleona Matës që ju e përmendët, ju jeni njohës i miri të çështjes. Mendoni se, domethënë nga hetimet ka dalë diçka që babai i saj mund të ketë gisht në këtë ngjarje? Po babai i saj me qëndrimi që mban vetë, me mënyrën e të vepruarit të tij për 15 vjet me radhë, ai e implikon vetveten. Domethënë, ai bëhet një ndër bashkëpunëtorët në krim, sepse një njeri që nuk e kërkon fëmijën e vet, një njeri që nuk e zgjidh këtë problem brenda familjes vet, edhe nuk e zgjidh brenda familjes vet me motrën e vet. Në rast se ky prindi i Bleona Matës do punonte vetëm me familjen e vet, do punonte me motrën e vet, edhe me pjesëtarët e tjera që ishin bashkë me motrën e vet ditën e ngjarjes të rrëmbimit të vajzës, dhe në rast se ai do ta ndiqte çështjen në vijimsi dhe nuk do mbante qëndrimet që ka mbajtur dhe vazhdon të mbajë, Bleona Mata do të ishte sot pranë familjes vet, pranë nënës vet. Kështu që ai me qëndrimet që mban tregon që është një ndër pjesëtarët e grupit strukturuar kriminal që kanë bërë rrëmbimin
e Bleonës, domethënë babai është vetë një ndër rrëmbysit e saj, sepse ndryshe të paktën tëra provat, qofshin direkte, qofshin indirekte, por edhe thashë femnajat e tjera, prej cilave ai ka rënë fort, tregojnë që ai ka dorë në zhdukjen e vajzës vetë. Po përsa i përket zhdukjes ka 16 vite që nuk ka asnjë gjurmë. Dyshoj që mund të jetë ende gjallë Bleona Mata? Po problemi është gjithmonë kur nuk gjenden gjurmë, dhe këtë edhe në drejtën tonë penale, edhe në ato, edhe në kohën e diktaturës, kur nuk gjendej kufoma, nuk gjendej kufoma, nuk mund të jepej kurrë dhe atëherë një dënim e vdekje. Mund ta dini që e mori e rëmbeu ky person, bie fjala këtë fëmijë, apo mund të kishe prova plot që e ka vrarë dhe e ka hedhur në filan vend ky person, po derisa nuk gjendesh kufoma nuk jepësh dënimin me vdekje. Pse? Se nuk gjihet këtë. Po sikur të jetë gjallë, pra gjithmonë thuhet me sikur. Kurse në rastin konkret nuk gjendet asnjë lloj shenje që të flasi për eliminimin fizik të saj. Sepse bie fjala, nëse do të kishim një aksident, ka rënë në mali apo ka rënë diku, do të gjendesh një rrobe saj, një pjesë e trupit, diçka, një shenjë gjaku e tjera, sepse është kontrolluar e gjithë zonën atë gjithë anët. Nëse e ka ngrënë një bish larg qoftë, përsëri do kishte shenja, edhe shenjat lihen gjithmonë, por këtu nuk ka absolutisht asnjë lloj shenje, është një gjë tepër e pastër, dhe kur ka gjëra të tilla kaq të pastra, dhe kur nuk ka motiv, domethënë motiv nga ato që unë thash juve, që të rrëmbet që ti marrin organe, sepse nuk mund të marri ta nxjerri halla e vet në shtëpia fëmijën edhe ta çojë në mal, edhe që ta bëj ajo, domethënë ta çojë për prostitut, bie fjala në duart të pedofilëve, apo ta çojë edhe për krime të tilla, për t'i marrë organe të tjera. Nuk e bën një gjë të tillë kur. Këtu është një motiv që ka të bëjë me atë që më thash unë juve me ta shkëlqyruar moral, por që realisht nuk është moral, është krim edhe dënohet si krim. Edhe këto të çojnë nga atë që tek bindja që ajo nuk është domethënë jashtë jetës, ajo është një jetë, faktikisht edhe duhet kërkuar, sikurse se po bëhen kërkime që të zbulohet e vërteta edhe të gjendet edhe fizikisht ku është dhe çka ndodhur faktikisht gjatë këtyre viteve me të. Unë kam dhe një pyetje të fundit, për sa i përket rastit Epstein. Ka shumë raste në botë ku dyshohet se fëmijët janë rrëmbyer dhe janë çuar në ishullin e famshëm të tij pedofili. Dihet ndonjë gjë për Shqipërinë, pra nga këta fëmijë të rrëmbyer, ka ndonjë rast që mund të dyshohet se mund t'i përkas pikërisht këtyre akuzave? Problemi është që faktikisht edhe në Shqipëri ata kanë tentuar të futen dhe kanë ardhur faktikisht, kanë ardhur në Shqipëri. Jo vetëm kanë ardhur, por kanë krijuar edhe idenë që Shqipëria ka vajza të bukura, madje shumë të bukura, por në Europë mund t'i gjesh në Shqipëri. Edhe derisa e kanë patur një konstatim të tillë, dhe derisa kanë bërë ulëmtime të tilla, edhe kanë shkelur faktikisht në tokën shqiptare për këtë problem, nuk përjashtohet edhe një mundësi e tillë. Nuk flas për Bleona Matën, por flas në tërësinë edhe të rasteve të tjera të vajzave që nuk gjenden gjurmët e tyre. Kjo do të ishte e tmerrshme, sepse kemi parë se çdo të thotë pedofili edhe pedofilët janë kriminalët tepër të rrezikshëm dhe ata jo vetëm janë të smur, por smundjen e tyre ata e shtrin pastaj atje kur mbarojnë ato qëllimet e tyre pedofilike me një fëmijë, ata dhe i zhdukin dhe i vrasin. Edhe kjo është e rëndë shumë. Falenderoj.